Ekspozimi me alkool është një specifik ma ndryshe edhe kërkon një trajtim ma specifik. Me kuptimin për shkak se shumë shpesh banalizohet. Më thonë është e lejume, se çdo gjë që mendojmë që është e lejume me ligj, ne gjithmonë flasim jo çfarë është e lejuar me ligj se çfarë është e ndaluar. Po çfarë shkakton dëm nga aspekti mjekësor. Saktë, vërtet është kjo. Megjithëse shumë ai miti thënia së vjetër që gjanat e ndaluara janë më joshëse, sidomos gjandet narkotike që nuk janë legale në Kosovë, prapë se prapë gjendet mënyra fatkeqësisht me humor dhe ka shumë trije të reja që abuzojnë. Alkooli është një prej abuzimeve të mëdha sepse është ligjërisht i lejuar dhe ata të cilët është shumë problematik. Alkooli është ma problematik nëse mirët në këtë aspekt. Qoftë edhe në kuptimin e trajtimit, me qenë se ndërprerja me njëhershme e tij nuk mund të bëhet për shkak të pasojave shëndetësore që mund të ketë në vazhdimsi individi.